Që humë si këtyne zgjedhjeve më i madh ka me qenë lëvizave të vendosje. Sepse shihet qartë që tashmë këta nuk kanë partner me qeverisë, edhe duke pas parasysh edhe motit e fundit opinionit publik është partia që ka ramen më të madhe, edhe ju e dini që këtu nuk jemi të bllokuar te partitë të tjera, mirë po jemi të bllokuar te partia e parë, sepse duke qenë se është në të drejtën e saj për të bërë propozimin dhe duke pas parasysh që nuk ka shumicë parlamentare, atëherë, domethënë këta kanë vendosur me blloku situatën. Këtu nuk mund ta bllokoj situatën asnjë parti tjetër, përpos partisë së parë në këtë rast lëvizjes vendosje. Ata janë të cilët janë duke bllokuar këtë situatë dhe atyre ju takon të marrin veprime. Ne kemi hap rrugë tashmë, siç e ka thënë edhe kryetari i Partisë Demokratike, disa herë që janë disa kandidat, janë disa figura që mund votohen nga Partia Demokratike, mirë po në këtë rast zoti Kurti me partinë e tij kanë vendosur me blloku këtë situatë. Dhe arsyetimi për votën dhe besimin që e merr, sigurisht që përshkallëzohet dhe ju takon subjekteve politike mbarësisht prej kapacitetit apo numrave të cilët i kanë në kuvend. Dhe për këtë pjesë, unë jam e bindur që qytetarët janë të vetëdijshëm dhe e kuptojnë drejt dhe për te i saj, unë jam e bindur që edhe ata qytetarë të Republikës Kosovës të cilët nuk e kanë ditë saktë se si qëndron situata me subjektet politike në Kosovë, tani më për këta muaj janë në gjendje ta kuptojnë drejt dhe saktë se cila është situata. Subjektet politike në Republikën e Kosovës, duke filluar nga subjekti politik që ka dalë i pari në këtë zgjedhje të 9 shkurtit, e deri të nisma socialdemokrate që jemi ne dhe që e përfaqësojmë qytetarin e Republikës Kosovës me 3 deputet në Parlamentin e Kosovës, kemi përgjegjësi edhe për ngritjen e çmimeve në Republikën e Kosovës, kemi përgjegjësi edhe për rrymen e cila për çdo ditë është në situata më kaotike të mundshme për Republikën e Kosovës, kemi obligim për shëndetësinë në Republikën e Kosovës. Kemi përgjegjësi edhe deri te librat të cilat kanë mu shpërnda për nxënësit në Republikën e Kosovës. Dhe për këtë pjesë t'jeni të bindur që nisma po mundohet me gjithë kapacitetin e saj, atë sa mundet dhe e ka mundësinë të jap maksimumin. I ka hub kuptimi gjithë shkafit. Ne jemi me të peng edhe për thirrëm ligj, na ju thojmë këtyne për shkelni kushtetutën edhe me të pengi një rregulli se nuk bën me marr fjalën. Edhe në parlamentarizëm besoj që duhet më fol edhe mi zgjedh problemet. Nështë duhet më bë përpjekje me prish një rregull, mënyrë që më met precedan edhe për të ardhmen, që m'ja nis më komuniku. E kjo forma që jemi na që 34, 5 herë të ardhë kush për edhe më shku e më ardhë mas 48 orëve, në të vërtet i ka hub kuptimi. Ndashta, masi të provojmë në formë kështu me mirë kuptim prej gjitha partive politiko ose prej grupe parlamentare me mbledh edhe i herë me këqyr qysh me pas rrugdalje, ndoshta edhe të shkel një rregull.